Përshëndetje ju jetemi, përshëndetje kudo që jeni, një falenderim special për 11 subscribe që kanë bërë dhe më ndjekin vazhdimisht në për videot e mia. Ju falenderoj shumë. Këtu jemi duke postuar video rregullisht, shorts, por dhe këshilla gjithashtu. Këtu jemi duke mbajtur shikueshmërinë, duke u rritur çdo ditë më shumë, duke u bërë një familje shumë herë më e madhe nga ç'kemi qenë, duke filluar nga 3-4 veta dhe kemi vajtur 11.000 veta, po dhe ata që s'na kanë subscribe thjesht na dëgjojnë, i falenderoj kudo që jeni. Kudo që jeni dhe do të thosha që një përshëndetje nga zemra ime sot. Kam një mesazh të rëndësishëm për të gjithë ju. Është mesazh që unë e shpreh nëpërmjet tarotit ditën e sotme dhe është një mesazh shumë i rëndësishëm për shumicën nga ju të paktën. Por pjesa kryesore është që mesazhi shpirtëror në këtë lexim që ne do dëgjojmë pas pak është një mesazh që është për ty. Një mesazh që nuk është rastësi që ti e dëgjon këtë video, nuk është rastësi që ti je në këtë kanal, por është energjia që ty të sjell tek Nënë e Tarua, është energjia që të bën të më dëgjosh deri në fund dhe është diçka që ty ta kërkon shpirti. Por në këtë lexim, në këto përmbajtje që ne bëjmë, në këto energji që ne japim, janë shumë të veçanta. Janë energji që kombinojnë me fuqinë tonë shpirtërore nëpërmjet tarotit, por dhe energjia që ne tërheqim në lidhje me njerëzit, me personat që kemi përreth, por japim dhe një ndriçim shpirtëror drejt atyre personave që e kanë humbur atë energjinë, shpresën apo edhe besimin. Kjo faqe nuk është faqe për të nuk është faqe si tua thotë Nënë e Tarua për të bërë keq, por kjo faqe është thjesht për energji pozitive, për të dhënë në vetes tonë pak dashuri nëpërmjet një parashikimi apo energji nëpërmjet parashikimi, sepse çdo gjë në këtë botë është energji. Këtu në këto parashikime që ne bëjmë janë leximet që bëjmë rreth dashurisë, rreth financës, rreth gjërave ditore, javore apo mujore, por gjithashtu tregojmë pak a shumë rituale të thjeshta me qiri, me krip, me letër, por bëjmë edhe pastrime apo manifestime që janë shumë të thjeshta dhe mund t'i bëni kudo ku mund t'i jeni ju në shtëpitë tuaja. Çdo ritual ka mesazhet ëngjëllore që janë numrat e shenjtë, 1111, 37, dhe ata persona që kanë lindur në korrik dhe në vitin 77, do me thënë 777, apo kanë numrin ëngjëllor ose datën dhe orën e lindjes 777, ata kanë një fuqi shumë të fortë brenda tyre. Është një energji pozitive që e jep harmoni në këtyre personave dhe u jep një dritë dhe ka një shpjegim shumë të qartë në atë që thonë, sepse është diçka që nuk e kemi kaluar ne të gjithë, po janë persona të veçantë që kalojnë çdo ditë këtë sfidë. Sfidat shpirtërore që kemi kaluar këto kohë janë ato sfida që ne duhet i diskutojmë her pas here nëpër live-et tona, sepse aty lidhim historitë me njëra tjetrën dhe i gërshetojmë së bashku dhe marrim një këshill nga çdo histori që ne dëgjojmë apo çdo histori që ne kemi përjetuar në jetën tonë, sepse nëpërmjet historive të vërteta ne shmangim persona të tjerë duke u dhënë atyre kurajo, duke u dhënë atyre shpresë që mos e bë dhe ti këtë gabim që mund të sjellë dëmtime shpirtërore, emocionale apo dëmtime të energjive të tua. Gjithsesi, çdo mesazh është një mesazh ku jepet nga ana shpirtërore, mesazh nëpërmjet leximit të tarotit, por dhe faqja që është diçka shumë e bukur, për shembull, temat që Nënë e Tarua jep vazhdimisht janë temat tuaja, nëpër komentet që unë gjej aty, marr 3-4 komente, i mendoj, i rregulloj dhe
i sistemoj ashtu siç unë mendoj që është më e mira. Në temën që ne do trajtojmë, në temat më saktë që ne do trajtojmë në YouTube do shohim mbi energjitë pozitive, mund të gjejmë receta të energjive pozitive, si mund të ndryshojmë energjinë, dhe këto mund t'i gjeni dhe në YouTube vetë ju, duke i kërkuar vazhdimisht. Por, e gjitha është nga anën e tarua, është një bisedë shpirtërore për t'u ndjerë mirë në jetën tuaj, por dhe të jepni dhe ju në familjen tuaj atë energjinë pozitive. Ju falenderoj me gjithë shpirt që ndiqni kanalin tim, ju falenderoj që jeni pjesë e energjisë time dhe unë uroj që të japim ide her pas here nëpërmjet energjive pozitive dhe pse jo të japim vetes tonë forcë dhe sukses. Ju falenderoj të gjithëve, kudo që jeni, dhe të dini një gjë, që asnjë parashikim nuk është privat. Të gjithë parashikimet janë të përgjithshme. Nuk shikojmë këtu shoqe apo shok, po shikojmë në përgjithësi, si janë problemet tona apo si janë energjitë tona. Nuk jam astrologe, po jam thjesht një tarot reader që e adhuroj këtë pjesë pune. Është një dashuri më vete që unë e kam brenda vetes time duke më ndihmuar njerëz të çfarëdo lloj kontinenti që ai jeton, dhe jam e lumtur që me mesazhet e tyre që më dërgojnë pas suksesit që ata marrin nga unë apo pas parashikimeve që marrin nga unë. I falenderoj me gjithë zemër, sidomos këtë 6 mujorin e fundit. Çdo manifestim do kohën e vet, çdo energji pozitive do kohën e vet, dhe ne duhet të manifestojmë për veten tonë, nga shtëpia apo atë që ne mund të ndezim një qiri, një cikanell, çfarë mund të keni diçka tjetër në shtëpi, mund ta lule në pjatë, mund ta zbukuroni pjatën e manifestimit. Dhe çdo gjë që ju kërkoni këshill apo diçka tjetër, lini koment, sepse çdo gjë e kemi aty duke ndihmuar njëri tjetrin. Vazhdoj me parashikimin e ditës së sotme, do shikojmë se çfarë do na sjellë kjo energjia ditën e sotme dhe çfarë parashikimi do vi për javën në vazhdim. Okej? Shikojmë tani një nga një letrat. Kemi letrën e artit, letrën që na tregon syrin, është një sy kozmik këtu, dhe shikoj që ky syri kozmik më tregon që diçka është duke lëvizur këto kohë në botë, është diçka që mund të jetë një virus, mund të jetë një shpërthim, mund të jetë çfarëdo lloj gjëre, por të dini që është e planifikuar më përpara. Shikoj që vizionet janë duke shpërthyer me dëshira dhe kanë shumë primare, do me thënë, sepse këta janë njerëz të uritur, janë njerëz që ata kërkojnë shumë shprehje, kërkojnë shkëndija, kërkojnë kërcitje, dhe këto i kanë aktualisht në botë, se kjo është letra e botës. Shikojmë që është një letër e artit që lind dhe lind ylberi, diçka e bukur po vjen. Shikoj që syri kozmik sheh shkëndijat që kërcasin dhe është një lëvizje që bëhet aktualisht sot që flasim. Është diçka që duhet jetë primare në gjithë botën. Është diçka primare që po shpërthen. Por, nga ana tjetër shikojmë që është krijimi i njeriut. Është një krijim i njeriut. Çdo gjë që po bëhet tani tutje në botë, është krijimi i njeriut. Jemi ne ata që e bëjmë këtë gjë. Gjithsesi, unë shikoj që kemi harmoni në këtë letër, kemi një unitet, pavarësisht se jemi të kundërt, i kemi kthyer botës kurrizin, dhe shikoj që kemi një shpjegim misteresh tani tutje. Çfarë ne kemi menduar tani tutje, do me thënë, në të shkuarën tonë, çfarë do gjë që kemi menduar, tani ky mister po shpjegohet dhe po shpjegohet në mënyrat më të bukur që ne mund të kemi pasur ndonjëherë. Rrethohemi me artistë shumë të fortë, që kemi Luani, kemi Shqiponjën, kemi dhe ky njeriu lart, her pas here bën dhe papagallin. Ky ka një qëllim, pavarësisht se në këtë moment duam gjëra eksperimentale, duam gjëra eksperimentale në njerëzimin, në botën çfarë po ndodh. Por këtu shikojmë që kemi art, sepse ka dhe lule këtu poshtë, është lulja e artit,
Këtu shikojmë që kemi dhe të bëjmë me ujin, me zjarin, me ajrin dhe shikoj që ka disa shkëndija që kërcasin dhe krijojnë një simbol shumë të fortë. Shqiponja që është shenjë e ajrit ka të bëjë me shenjën e ujit, që është një shenjë e ujit që është akrep, është një figurë dhe koke luanit, po ta shikojmë këtu, është një simbol i fortë i shenjës së zjarit që mbështesin dhe ruajnë kazanin e botës. Do me thënë, në këtë moment bota po zjen nga zjari që është ndezur në mbar botën. Por ne duam të dimë çfarë do ndodh me ne në dashuri. Në dashuri shikoj që kjo shqiponja supozon ngjyrën e portokallit dhe luani ngjyrën e forcës. Do të thosha që ju tani duhet të gjeni dhe kuptimin e energjive tuaja, sepse arti hyn në këtë lexim dhe çfarë thash deri tani është një krijues në jetën tuaj. Ju jeni artist nga ana tjetër, pikturoni, qepni, bëni muzikë, kërceni, gatuani, shumë gjëra të tjera, por disa nga ju mund të këndojnë edhe në dush se aty e gjejnë atë qetësinë dhe mundësinë për të eksploruar mbi energjitë, mbi ngjyrat, mbi tingujt e tyre, por dhe mbi modelet e botës. Me këtë letër shikojmë që duhet të vlerësoni atë që keni, duhet të vendosni në vend të tryezën tuaj shprehje të njerëzve që keni pasur në familjet tuaja. Shikoj që do kemi mysafir në këtë botë, do na vinë mysafir të rinj dhe ne duhet jemi mirënjohës, sepse pa këta krijues nuk mund ta imagjinojmë dot të ardhmen, sepse është gjithçka përtej aftësive tona. Shikoj që kemi ngecur në një fazë të jetës, është diçka që po ndodh në jetën tonë vazhdimisht, por unë do të thosha që kjo letër na tregon edhe fuqinë që ne mund të kemi brenda nesh, fuqinë që mund të kemi ndaj një krijuesi, ndaj një ekuilibri që na kërkohet nga universi. Me sa shikoj këtu, shikojmë që kemi 10 shpatat, më tregon që 10 shpatat këtë moment tregon dhimbjen, tregon iluzionet që kanë rënë. Shikoj që këtu kemi një skenë mbase publiku shikon përmes teje, mbase njerëzit që shikojnë përmes teje, ata janë duke buzëqeshur, ata janë duke bërtitur, duke folur në shumë gjëra, sepse ti shikoj që ke një vijë këtë moment dhe nuk i ke rrobat e trupit, siç të ka lindur nëna, dhe ty të vjen zor nga dhimbja që po përjeton këtë moment, sepse është shkëputur diçka nga trupi juaj, është shkëputur diçka, dhe këto të qeshurat të lëndojnë, këto të përqeshurat mbrapa kurizit të lëndojnë. Shikoj që ti je një person që duhet të ngrihesh, pavarësisht se frika është këtë moment që ti je në këtë pozicion. Imagjinoj veten tënde ti je pa rroba në mes të një publiku, si mund të ndihesh, sepse është një letër lakuriq dhe përshkruhet me 10 shpata, ndërsa perdja e kuqe që është nën të është e gjakut dhe e braktisur ndaj detajeve që ti ke në jetën tënde. Shikoj që disa persona largohen prej nesh, janë persona që askush nuk mund ta blejë dashurinë, vetëm dashuria nuk mund të blihet. Pavarësisht se ka hile në shumë persona, ka hile në shumë njerëz dhe mendja e zvoglon, sepse ty të zë ajo dashuria ndaj atij personi, por ai person të ka lënduar aktualisht, po i lë kështu letrat për arsye sepse janë një çik nudo. Okay? Edhe këtu shikoj që ti je duke u zgjuar këtë moment dhe askush nuk e blen dashurinë tënde, sepse ti je duke depërtuar brenda vetes tënde, duke parë më thellë gjërat tua dhe duke parë të vërtetën e jetës tënde, duke e përjetuar këtë gjë. 10 shpata tregon realitetin. Duhet të shikosh realitetin dhe të shtihesh ato maskat që ke aktualisht dhe të mbulosh veten tënde nga diçka, nga një dashuri që sepse ky sfond tregon djallëzi, ky sfond tregon njerëz të tregon njerëz që të kanë dhënë një maks, një ndryshim në jetën tënde, por ky shikoj që mbështillet këtë moment dhe keni parasysh kur të bie të fikët, këtë gjë dhe noton në këtë botë që jemi sot.
pavarësisht se ne shikojmë në rrjetet sociale disa gjëra që nuk mund të gjërat sociale tregojnë atë që kapin për momentin, por nuk kapin thelbin e problemit. Prandaj dhe ti duhet të kapësh thelbin e problemit në jetën tënde, sepse në këtë botë ke frikë, por ke dhe humbje. Por së shpejti do të kuptosh shumë gjëra, që ky makth duhet të ikë nga jeta jote. Ky makth është një makth që të ka mbajtur për një kohë të gjatë dhe ti aktualisht duhet të mendosh që 10 shpatat më tregon që ti duhet të shpërthesh atë fluckën e sapunit. Duhet të shohësh fundin e mundshëm, sepse aty janë iluzionet e tua, aty janë realiteti. Ti ke thënë gjithmonë si e mashtrova veten time me këtë person, si e mashtrova, pse më ka paralizuar gjithë këto vite, pse më ka mbajtur në atë hijen e tij. Por me këto 10 shpatat shikoj që duhet të shikosh realitetin, je detyruar. Je detyruar ta pranosh realitetin. Pranoje dhe distancohu, po pak e nga pak. Sepse çdo fund ka një fillim të ri dhe këti duhet ta shmangësh, sepse dhimbja është drejt fundit dhe duhet ta shmangësh pa pasur pasoja të tjera. E shikon se çdo aspekt pozitiv shkatërrohet nga iluzionet e tua, sepse me 10 shpatat aktualisht shikoj që ti këtë moment duhet të shmangësh problemet në të cilat vijnë në jetën tënde. Pavarësisht se ti këtë moment ke humbur energjinë, por duhet të krijosh fuqi mbi veten tënde dhe të ndryshosh disa gjëra ashtu siç duhet. Pse? Sepse këtu shikojmë që kemi princin e diskjeve, është princi monedhës, domethënë, shikoj që ky person këtë moment ka shumë aftësi, qëndron i rrethuar nëpërmjet një gjarpri, po ta shikosh është një person që ka një gjarpër ndërkëmbë, është princi i monedhës dhe shikoj që ky këtë moment ka tokën. Toka është nëna e vet dhe shikoj që ky këtë moment kërkon të luaj atë muzikën e bukur, sepse aty e gjen energjinë, fuqinë. Shikoj që ky ka gjetur vendin dhe e liron nëse ky lëviz këtë moment, diçka do t'i ndodhë. Dhe ky çfarë po bën tani? Po e vë mendjen në punë. Okay? Sepse kur trupi dhe mendja bëhen bashkë, është një energji shumë e fortë. Por si duhet të rindërtoj ndërgjegjen e tij për të arritur qëllimin e tij. Ai kujton se vetëdia e tij është e ndarë nga trupi dhe nga mendja, por trupat tanë janë të njëjtë, pavarësisht se planetet janë të ndryshëm, pavarësisht se muajt janë të ndryshëm. Okay? Por ky kujton se kur ne jemi këtu se jemi të vendosur nga diçka tjetër, nga një persona që nuk mund të jetojmë dot pa ta, që është gjarpri. Por toka është brenda nesh dhe ne kur vdesim ne kthehemi në energjinë dhe futemi në tokë. Dhe kjo letër më tregon që ai personi që ka pikturuar këtë letër tregon trupin dhe ngjyrat emocionale tona. Por me sa shikoj ky person tregon dhe një ritual këtu këtë moment, po ta shikoj me kujdes, dhe rrotullon trupin nëpërmjet ritualit. Pavarësisht se ka dhimbje, pavarësisht se ky person këtë moment na tregon që duhet të falenderojmë Zotin për bukurinë që na ka dhënë. Trupi jon është një antenë, është si antenat e televizionit që merr mesazhe dhe shpreh mesazhe. Nëse ti e ndjen këtë mesazh në trupin tënd, duhet të lëvizësh dhe ti thuash vetes tënde çfarë jam duke bërë dhe çfarë jam duke zbuluar këtë moment, sepse ti je duke zgjeruar aftësinë e trupit dhe ke fshehur disa gjëra, duke krijuar shtigje të reja, duke çliruar energjitë negative, duke çliruar personat negativ që ke në jetën tënde, por toka këtë moment po të krijon një plur të hollë. Është ai pluri i hollë kur fryn ajo era, keni parasysh. Por përse të mban lart? Dhe ke gjithë këto vite që po të mban në këtë pozicion. Imagjino të rish me vite tëra në një këmbë. Nëse toka jote e krijon këtë plur gjatë gjithë këtyre viteve, çfarë po bën ti në këtë hapësirën e tokës? Sepse me sa shikojmë këtu, shikojmë që ti përdor lëvizjen dhe kërkon të ndihmohesh nga të tjerët, por ti je në vendin tënd, në vendin e dur. Përshtate pak gjeografinë tënde në jetë, sepse këtu ke filluar të ndihmosh të tjerët dhe ke lënë veten tënde. Okay?
puno me muskujt e tu, me mendjen tënde, ndjej kockat e tua, ndjej zemrën tënde, përqafo kënaqësinë, dhimbjen, çfarë do lloj që gjëje që ti jetë, sepse ti je duke udhëhequr dhe duke i premtuar vetes tënde që unë do ndryshoj. Po a do ndryshosh vallë? A do ndryshosh vallë? Të shohim. Kemi 8 kupat, që shikojmë këtu moment me 8 kupat, shikoj që juve aktualisht keni një energji të pakufishme. Janë 8 kupat këtu moment tregojnë sikur janë kontenjer maunesh dhe tregojnë që keni kufi, do me thënë keni parasysh ato kufin të muret e kontenjerit që mbushen me plaçka. Ashtu janë 8 kupat këtë moment në jetën tuaj. Por shikoj që kapaciteti juaj e të kalon imagjinatën. E kalon atë që ti mbron me gjithë fuqinë tënde. Ndonjëherë truri juaj pjell mendime vazhdimisht dhe këtë moment derdhet gota, okay? Derdhen gotat njëra pas tjetër, pavarësisht se s'ka ndryshuar energjinë tënde pjellore të mendjes, dhe këtu shikoj që ti ke një esencë, sepse janë 8 filxhan, 8 fytyra të ndryshme, pavarësisht se kanë të njëjtën masë, të njëjtën ngjyrë, okay? Por kupat më tregojnë që ti preferon diçka të tjetër, diçka që të përmbaj energjinë, të përdorësh kënaqësinë dhe dëshirën për të lehtësuar dhimbjet e botës. 10 shpatat. Për këtë arsye nuk mund të mbash asgjë dot. Kupat emocionale, sepse kupa është në emocion. Dhe këtë moment shikoj që je i vetëdijshëm se çfarë je duke harxuar. Okay? Ndërsa ti po plotëson nevojat e një personi tjetër, shikoj që 8 kupat këtë moment në këtë lexim të bën ty të vëzhgosh një situatë ose një person që zbraz gjithë energjinë negative, që zbraz gjithë fuqinë dhe e bën më të vështirë kanalizimin e potencialit tënd, duke ti nuk e arrin dot, sepse ai person të bën të ndihesh e tillë dhe ti nuk përpunon dot asnjë gjë për momentin, por të jesh e fortë gjatë gjithë kohës nuk është e mundur, sepse të ndërtosh forcën dhe fuqinë emocionale tënde duke përmbushur 8 kupat, duhet të jesh në një kohë reale. Okay, duhet të si të mbaj një shembull. Ti mund t'i duash njerëzit. Okay, të njëjtët njerëz. Po a do jetë e njëjta dashuri për atë person që ty të ka goditur në shpirt? Që ai ty të ka bërë të ndihesh keq? A do jesh e njëjta nga ana psiqike? A do kesh të kujdesin e njëjtë si më përpara? Pres koment te kjo gjë. Pres koment te kjo gjë, sepse kopshti jot do lulzim, do t'i japësh dashuri, do t'i flasësh asaj lules që ke mbjell, dashurisë. Të jesh e fortë gjatë gjithë kohës nuk është e mundur. Të gjithë dhe më i fortë i botës bie një moment. Edhe kulla më e lartë bie një moment, se po të ketë tërmet, normal që do lëkunden të gjitha gjërat. Okej? Prandaj, nga 8 kupat, vem të mbretëresha e ujit, shikoj që është një energji shumë e bukur, mbretëresha e ujit, shikoj që jemi duke ndërthurur ëndrat dhe jemi duke notuar me hijeshin për emocionet tona, shikoj që elementi tuaj këtë moment është elementi ujit dhe hëna e plot është në shenjën e ujit në Akrep, dhe këtu shikojmë që kjo është një fillim i ri i jetës tuaj në shumicën e juaj. Shikoj që është një nën mbretëresh në det dhe kjo mbretëresh kujton çdo gjë në jetë, të gjitha emocionet e këqija apo të mira, të gjitha hallet apo problemet që ka kaluar, të gjitha kësaj i bëjnë një emocion, një det me emocion. Po ta shikojmë her pas here është dhe e gëzuar dhe e trishtuar, dhe e friksuar dhe e zemëruar, sepse deti ka dhe dallgët e veta, por dhe kryesorja është që kjo ka jorganin e saj që i mbulon me një delikatesë dhe shenjat e ujit, gafore, akrep dhe peshk.
jeni, sidomos gaforja në fakt, sepse gaforja është e nëna e shenjës. Luanin e kemi thënë që është baba i shenjave, kurse gaforin e kemi thënë që është nëna e shenjave. Je një energji, dhe kjo vlen për të gjithë, që duhet jemi të gjithë të njëjtë, sepse kemi nevojë për gëzim, por ne mbajmë gjithmonë trishtimin. Ne duam ta largojmë frikën, po e kemi mbuluar me atë organin shpirtëror dhe nuk duam që të na lërë. Sepse jemi shumë delikat ndaj dashurisë dhe kjo letër më këtë më tregon, që ti duhet të veprosh, nuk duhet të ndihesh në faj, nuk duhet të kesh dëmsuri për të tjerët që të kanë lënduar, sepse mbretëresha e kupës është qendra e emocioneve, baza e saj. Pavarësisht se kjo zonjë ka një bisht shumë të bukur këtu këtë moment, okay? Dhe me anë të bishtit kjo përfaqëson peshkun si letër. Por, kjo ka një mbikëqyrje për çdo gjë. Është në çdo situatë, kjo i merr me emocion. Mund të jetë dhe nëna juaj, ju që nuk jeni shenjat e ujit, mund të jetë dhe nëna juaj, mund të keni ascendentin, mund të keni hënën, mund të keni diellin në shenjën e gafores, të peshkut apo të akrepit. Por me sa shikoj këtu, kjo ka një emocion shumë të pasur. Dhe e lë të rjedhë nëpër të, domethënë që e lë gjërat të zotërojnë në forcën e saj. Është një realitet, një zotërim i fortë nga ana e saj, dhe kjo është praktika e saj, sepse dhimbja e bën në këtë person të ketë frikë. Dhe kjo më tregon nëpërmjet letrës një shembull që thjesht po kalon nëpër jetën tuaj, nëpër rrugën tuaj, apo nuk e keni të lehtë të lini dhimbjen. Fuqia e kësaj letre më tregon që ti tani duhet të thithësh emocione të reja dhe ti ushqesh ato emocione me të vërtetën. Sepse në këtë botë, në këtë kuptim të kësaj letre, kjo letre na tregon që është një energji shumë e bukur, është një energji pozitive dhe është një energji që është një mbretëreshe e ujit që po të thret në këtë lexim. Po të thotë që vlerësoj turbullirat e jetës. Mbretëresha e kupës këtë moment, personi në jetën tuaj ose në çdo aspekt të vetes tuaj është në gjendje të dëgjojë çdo thirrje që ti bën me dhimbje dhe kjo e merr gjithë energji negative. Tani, nëse je i kënaqur apo ti duhet të zotërosh atë që je duke shtypur, sepse nëse je i trishtuar, ke për të ngelur i trishtuar. Nëse je i lumtur, duhet të bëhesh i lumtur. Dhe ditët emocionale që po vinë, duhet të paraqesin një manovrim, pavarësisht se është e vështirë për shumicën nga ju, por duhet të plotësosh atë harkun e evolucionit, të ecësh përpara dhe të drejtosh lindjen, emocionet përse ti je në këtë energji. Por mbretëresha e kupës është e mbështjellë me bishtin, siç e thash pak më lart, dhe tregon realitetin e saj emocional. Nga mbretëresha vem në princin e kupës. Shikoj që ky parashikim po na tregon më shumë shenjat e ujit ditën e sotme. Shikojmë që këtë moment princi i kupës na tregon që ne duhet të ndryshojmë disa gjëra dhe princi i kupës më tregon që ne duhet të veprojmë me kujdes drejt gjërave që kërkojmë, okay? Sepse ka shumë gjëra të ndryshme tani e tutje, që ne duhet të ndryshojmë, sepse ky është princ, ky është na tregon një dashuri të re, na tregon diçka ndryshe, na tregon gjëra të bukura, por me sa shikojmë këtu, shikojmë që edhe ky lajm që duam të marrim është një lajm që ka lidhje me personin e jetës tonë. Okay? Këtu do të thosha edhe diçka tjetër, që ky person këtë moment është një person që na tregon që është në mes të ujit, është me një zambak, ka ngjyrën e bojqellit, por është i lidhur nga universi me një energji të fortë të tij. Të gjithë ne kemi nevojë për këtë energji. Është diçka shumë e bukur që ne duhet të vlerësojmë Zotin këtë moment dhe të shikojmë që gjërat do të ndryshojnë tani e tutje. Por me sa shikojmë kemi vajtur dhe tek 4 shkopind, shikojmë që 4 shkopind na sjell diçka
Në familje, një bollok është puna që juve keni bërë dhe prisni rezultatet tuaja. Duhet ta falenderoni Zotin për rezultatet që do keni tani tutje. Sepse çdo gjë që keni jetë, goditet nga muzika, nga ushqimi, nga pijet, nga vallëzimet që bëni në jetën tuaj plot pasion. Dhe kjo është shtëpia. Disa persona janë duke korrur suksesi në familjen e tyre dhe shikoj që je shoqëruar me njëri tjetrin. Në këto momente të tilla po festojmë kërkesën e vetme dhe kjo letër më tregon katër shkopinj që janë të ngulur në tokë dhe janë shkopinjtë që mbijnë dhe japin këtë bollokun apo këto portokallet e bukura, sepse portokalla tregon ngjyrën e zjarrit ose të diellit, dhe ne jemi duke përfunduar një cikël në jetë dhe jemi duke korrur atë që ne s'kemi mundur kur ta kemi në duart tona. Por me këtë përfundim të korrjes, shikoj që është një cikël që ne nuk jemi bërë diçka gabim, ka qenë një detyrë jona që duhet ta bënim, sepse një blet mjalti dhe një mizë gjalpi kërcejnë dhe kontribojnë të dyja në mençurinë e tyre. Kjo është diçka që poshtë tyre mund të jetë është një breshkë, sepse këtu kemi një mizë, kemi edhe një blet, miza bleta. Këto dyja kërcejnë të dyja brenda dhe kontribojnë të dyja në një familje me një mençuri shumë të madhe, duke pjalmuar bleta lulet që ka rreth e rrotull, por këto sjellin fruta në fund të vitit. Sado që mund të jesh mizë apo blet, të dyja një punë do bëni sepse jeni brenda një familje. Poshtë jush është diçka që përfaqëson breshka, përfaqëson vendosmërinë dhe durimin, sepse ajo lidhet me tokën dhe me ciklet që realizojnë në jetën tuaj. Katër shkopinjt prekin këtë lexim, na tregojnë natyrën, na tregojnë ciklet e jetës, na tregojnë të korrurat tona, shpërblimet tona, na tregojnë që duhet të aplikojmë për diçka tjetër në ditët në vazhdim apo në muajt në vazhdim, por këtë informacion që ne kemi këtu duhet ta festoni, sepse po përfundon diçka dhe duhet të bëjmë diçka të bukur. A je gati për këtë diçka të re? A je gati për këtë çështje që ke për të zgjidhur? Dhe çfarë duhet të festojmë në këtë përfundim të këtij cikli? Ndalo përpara se të vazhdosh dhe spërkat dhe organizoj jetën me një fest që ta ndash shpërblimin tënd me njerëzit e familjes, me miqtë tu apo me ata që jenë duke u punësuar. Këtu shikoj që nëse je i dhënë pas ekstravagancës, duhet të bësh një ritual të veçantë personal që shënon kalimin e një situate, por sido që të jetë, duhet të falenderoni Zotin për të ardhurat e mira që u ka sjellë deri më sot. Sepse Zoti është ai person që di se çfarë na jep. Këtu shikojmë që kemi kalorësin e kupës, sot e kanë zënë shenjat e ujit si energji më shumë, po kemi dhe shenjat e zjarrit, kemi dhe shenjat e ajrit. Por dhe tokën, sepse kishim dhe shenjën e tokës, kemi tokën, jemi duke u lidhur dhe me shenjat e tokës. Kalorësi e detit, sepse ky është një kalorësi i detit, na tregon që në ton aq bukur, e njeh komplet vendin ku është, e njeh çdo element që është brenda në ujë. Shikoj që ky ecën sipas rrjedhës së tij, është i qetë, është i çuditshëm, ka emocione. Shikoj që ky person këtë moment më tregon ndihmën që është i përqendruar, do që të ndihmojë ty, dhe pavarësisht se ky kalon dete më saktë të trazuar, kalon çdo sfidë dhe çdo sferë nga ana intuitive, sepse është shenjë ujit. Kalorësi ka emocione dhe këto emocione ky zotëria i lidh me veten e vet, i lidh me emocionet, me botën e tij, dhe kalorësi i kupës është një person që është në jetën tuaj apo në çdo lloj aspekti të jetës tuaj. Shikoj që ky është i disponueshëm me përvoja të reja nga emocionet dhe është duke dalluar emocionet e tua. Shikoj që ky po bën një xhiro këtë moment dhe ndihmon dhe manovron botën dhe ky tregon që në qoftë se ti je këtë moment e bllokuar apo i mbyllur
Okay? Nëse ti ndihesh e tillë, sfidoje veten dhe depërto në sipërfaqe të frikës tënde. Dhe ky titull me sa shikoj unë ditën e sotme do jetë sfido frikën. Sfido frikën, sepse kjo tregon që ti duhet të mësosh të dallosh emocionet, të përdorësh atë mikroskopin, të shikosh gjërat që nuk i ke vënë re më përpara, të sfidosh veten, të depërtosh mbi sipërfaqen e ujit. Por si mund të përdorësh gjithë këto përvoja? Këtu nuk kemi për turp, sepse ky kalorës më tregon që do vi tek ty dhe do të tregoj disa vlera që mund të jap një udhëtim në çdo skaj të botës që mund të jesh, por për ty është një informacion i bukur, i vlefshëm nga ana emocionale. Ky person tani mund të jetë mbrapa teje dhe ti nuk po e shikon, por me ky po përdor dhe njerëz të tjerë. Dhe kjo është gjë e bukur që mund të përdorë personat e familjes tënde, shoqërinë tuaj, mund të përdorë pjesëtarët që mund të jeni në një punë, sepse ky mendon se ti e ke humbur rrugën. Okay? Por ti në të vërtetë brenda vetes tënde po pohon ndjenjat e tua. Dhe me sa shikoj ky na tregon që mos e mbushni më shishën, thot, dhe lëri jashtë eksplorimet. Mos eksploro mbi jetën, po përjeto momentin, thot, përjeto emocionin, sepse kjo është ajo që ti duhet të bësh tani e tutje, thot. Dhe me sa shikoj ky person këtë moment tregon që me letrën e vdekjes, na tregon që zemrën e ke të helmuar, ke ndjesi të djegjes, të kanë përvëluar, sepse leshtë letra e vdekjes, është diçka që të ka pushtuar mishin, të ka pushtuar zemrën, ti thua gjithmonë kjo nuk duhet të ndodhte, pse ma bëri këtë, o Zot të lutem mos ma merr nga jeta këtë person, dhe lotët e tu janë të vazhdueshëm, por gabimet që keni bërë të dy persona janë të heshtura, askush nuk mund t'i shëmbë më ato gabime që keni bërë, sepse letra e vdekjes më tregon që ti ndihesh bosh, ndihesh sikur po bën një aktrim dram. Sepse letra e vdekjes është e befasuar këtë moment, na tregon që ti do të aratisesh nga hiri i kësaj energjie, por ka arruar sepse letra e vdekjes të ka bërë shumë herë thirrje dhe të tregon që ne tani duhet të kuptojmë natyrën e vdekjes. Cili është qëllimi i kësaj letre? Na tregon historinë, na tregon transformimin dhe na çliron nga frika e së shkuarës. Kjo letër më tregon që aktualisht këtu në bark tregon një unazë zjarri, okay, një unazë zjarri, dhe na tregon që në këtë unazë zjarri, kjo letër është një gjarë për qafës që na rezaton me përgatitjet dhe me kafshimet e tija vdekjeprurse. Por në të vërtet është një energji që është frika juaj. Vdekja është frika në të vërtet, në të gjitha aspektet që ne shkojmë sot, është ajo frika që jemi kapur shumë mbas historisë tonë dhe këtë moment frika ta ka marrë çdo fuqi energjike që ke, apo çdo energji të pa përpunuar që ke pasur përpara, dhe po ta shikojmë këtu nën kockat, sepse trupi kur mbaron kockat ka një boshllok, aty është energjia e trupit ton. Dhe nëse ti merr frymë thellë dhe po ta mbash, fryma ngel nëpërmjet gjoksit edhe hapësirës që është bosh këtu tek barku. Okay? Dhe kjo është ajo që ti duhet të largosh këtë frikë që ke, duhet ta përpunosh këtë, sepse po ta shikojmë ky ka qenë i stolisur deri diku, po këtu poshtë nuk është i stolisur dhe është i përpunuar me shtrëmbërimet e tija. Okay? Janë shtrëmbërimet gjatë jetës së tij, si ky person ka shumë frikë dhe vdekja në të vërtetë ka frikë nga vetvetja. Imagjinoni që vdekja të ketë frikë nga vdekja. Kupton? Dhe juve jeni këtë moment që ti këtë moment je duke vëzhguar frikën në këtë letër. Dhe ti po e lejon frikën të rritet. Kjo do jetë katastrofë për ty. Sepse që të largohesh nga një marrëdhënie, të humbasësh një person të dashur, të humbasësh një burim të ardhurash, të humbasësh një biznes, apo të humbasësh ose të përjetosh diçka në një aksident, është diçka që sinqerisht është tragjedi. Është një tragjedi personale. Por ti duhet të bëhesh pozitive me veten, të ndryshosh,
të djegësh, të marrësh një letër, të shkruash çfarë të ka ndodhur në jetën tënde, një këshill për të gjithë, për të 12 shenjat. Merr një letër, shkruaj të gjitha që të kanë ndodhur në jetën tënde. Të ligat, të gjitha, digje. Mendo atë moment çfarë gjërash të bukura ke humbur. Sa pozitiv do ndihesh. Digje të vjetrën, prano të rena. Prano dhe praktiko gjërat që t'i japin lumturi. Transformojo jetën tënde, bëhu më i lumtur, më intensiv. Toka është shumë e çmuar për të gjithë. Nga ajo tokë kemi ardhur në atë tokë do vem. Por pasardhësit tan kanë qenë njerëz të lumtur. Kanë qenë afër me njëri tjetrin. I kanë dhënë njëri tjetrit kurajo. Ne ditën e sot me kurajo nuk e kemi nga personat. Ne nuk besojmë më, sepse të gjithë janë në një gjendje. Të gjithë na duhet një transformim. Por nëse ne këtë transformim nuk e gjejmë tek personat, se unë e kam thënë përpara që dhe ata që janë të lexuar, psikologa apo drejtues apo ministra apo çfarë do ata gjithmonë na japin mesazhe të gabuara. Askush nuk na jep një mesazh pozitiv. Që të ne të shikojmë aftësinë për te asaj dhimbje që kemi. Çfarë jam unë aftë të bëj? Si do gjej rrugën time për të ecur përpara për në shtëpi apo për një jetë të re? Mos harroni se letra e vdekjes është pastrim i një hapësire që nuk do ketë më vend për persona që të marrin lavdinë tonë. Kemi fillime të reja me këtë letër dhe është një letër që ti me 6 kupat më tregojnë që pirja e këtyre kupave është e drejta jote. Je duke bërë një lindje dhe balancon dhimbjen. Je duke ndjerë dhe kënaqësi dhe shërim, sepse ti e pranove shërimin me letrën e vdekjes. Siç të thash pari, merr një letër, shkruaj të gjitha gjërat me të shkuarën. Është këshill për të gjithë, nuk ka shenjë kjo. Thjesht ju duhet ta bëni këtë, sepse kënaqësia fillon nga ty, nga trupi jot. Duhet të investosh në jetën tënde, të investosh në dashuri. Por kur ham, kur pim, kur lajmi, kur bëjmë dashuri, çfarë ndjeni? A është një lloj kënaqësie ajo? A është një lloj lumturie? Dhe kjo duhet të fillojë nga ju, të ndjeni mirë psikologjikisht, sepse ujërat këtë moment na tregojnë emocione që ngrihen dhe pastrojnë vendin ku ne jemi. Shpirtrat tanë, të freskuar dhe të shëruar brenda nesh, sepse ti je ajo që e shërove veten. Kënaqësia jote të ndihesh mirë. Të kthehesh në favorin duke përjetuar plotësisht atë që ti do, sepse ti je e gatshme aktualisht. Shikoj që disa nga ju e kanë një dhuratë shumë të bukur, që është ndjenja e kënaqësisë. 6 kupat na tregojnë mesazhin e këtë lexim, që janë ose më saktë të zhytesh në ndjenjën e kënaqësisë tënde. Ti meriton sigurisht shumë, ti duhet të ndjesh kënaqësi, duhet të bësh një dush ose një sy gjumë dhe kur të zbulosh në ëndrat e tua, si të ndash kënaqësitë me të dashurin tënd, me dashurinë tënde, me jetën tënde, me miqtë tu, dhe të ndash një vakt të mirë me ta, të ulesh të hash me ta, të falenderosh Zotin. Barishtet janë të mira për shkëmbime në dashuri që duhet i zbuloni. Falenderojni ata persona që ndihen mirë në praninë tuaj. Falenderoni ata persona që ju dhanë mundësinë për të bërë mirë ju. Falenderoni ata persona që po të ndihmojnë me problemin dhe me hapjen e kënaqësisë tënde. Por kaloni kohë me persona që janë gati të përkëdhelin ju. Shprehja e kënaqësisë është vetvlerësimi ndaj universit dhe ti mund të bësh çdo gjë të mundur, sepse jeta është shumë e bukur. Ju uroj një ditë të mbarë dhe uroj që të kaloni sa më bukur miqtë e mi. Ju falenderoj për çdo moment që kaloni me mua dhe duke më dëgjuar mua. Ju falenderoj për të gjitha këshillat që ju merrni nga unë dhe i bëni në jetën tuaj. Ju falenderoj për çdo mesazh apo komentin tuaj. Ju përqafoni netarua dhe kalofshi sa më bukur.
Dëgjoni me vëmendje këtë parashikim, sepse në këtë parashikim do shikosh që ti vlen shumë me 6 kupat.